Libofsha është një për njësive administrative më të mëdha në hartën e Bashkisë së Fierit me mbi 10.000 banor. Rreth saj qëndrojnë plot 10 fshatra si satelitë vegjël të gjelbërt për shkak të arave të Myzeqes, po përmend disa prej fshatrave: Adriatik, Agim, Daullas, Goçdaras, Esturkas, Avaleas, Metaj, Ndërnenas e tjerë. Destinacioni im sot do të jenë arat me grur. Pak ara me misër, me fasule, tërfil e tjerë, si bim që mbille nga vjeshta e kaluar, deri tash në muajt e fundit, në mars dhe në prill. Shkojmë në fshatin Daullas. Miq, ju flas nga arat e pafundme me grur të Libofshës, në zemër të Myzeqes jam këtu pra sot. Pa shikoni, është rritur gruri, mbas disa javësh do të korret. Personazhet e reportazhit do të jenë dy njerëz të mirë. Do të jetë agronomi i vjetër Sotir Çuni, por edhe fermeri i vogël Gjoxh Nako, i cili është së bashku me mikun e tij atje, tek një art tjetër me grur. Gruri mbi 1 metër lartësi. Shpresoj të jetë një reportazh interesant, sidomos për sa i përket atyre që janë të interesuar për punët e stimës. Punët e stimës në bujqësi. Më ndiqni, faleminderit. Përshëndetje, mirë dita. Si jeni? Mirë, ju mirë. Me shëndet? Faleminderit, si keni qenë? Agronomi i lartë dhe i pandarur në punën e tij, Sotir Çuni. Po. Një jetë në fushat e Myzeqes. Një jetë në shërbim të bujqve dhe fermerëve. Dhe tani është në pranverës. I sigurt jam që zgjohesh herë në mëngjes edhe i merr takimet me bujqit, me fermerët, për të parë cila është gjendja e të mbjellave të stinës së pranverës. Ja ku jemi, në një fushë të madhe me grur. Grur si det, thot një këngë shqiptare. Gjendja e bujqësisë pra tani, dhe punë të stinës. Zona e njësisë administrative Libofsh, që shtrihet në veri kanali Myzeqes, Majtas në jug, Lumi Semën, në lindje Kotrat e Nisës dhe Bregdetin via Bregdetare. Po. Gjithsej si zonë përbëhet nga 15.000 hektar. Kryesisht mbyllen rreth 2.000 hektar të lashta. Grur, elb, tagjira. 700-800 hektar misër, 600 hektar fasule, 2.000 hektar jonxha. Dhe perime për nevoja saj nuk ka rreth 50 hektar vreshta, 160 hektar ullishte. Po. Kryesisht kodra. Një pasuri shumë e madhe, një pasuri shumë e madhe. Është zonë që quhet për bujqësi intensive. Shërbimet në grur kanë mbaruar. Kanë mbaruar? Po, shërbimet në grur tash. Gruri është bërë si det i lartë. Nuk ka, tash pritet vetëm korri. Vetëm korri, mbas disa javësh do të vi korri. Koha është për shërbimet se janë mbjell misrat dhe fasulet edhe koha është për shërbimet e këtyre kryesisht këtyre dy kulturave. Po. Ja konkretisht tu fasulja, kjo pret tash prashitjet dhe perimi supplementar. Të gjitha bimët e pranverës kanë mbirë. U mollëm pak me vonesë zakonisht mbyllim nga fundi marsit, por që moti pak i ftohtë dhe fillon në ditë e para të prillit dhe nuk ka pasur dështime ose dështime shumë të pakta. Okej.
Edhe të gjithë femërët që kanë filluar, edhe ju këshilloj që me intensitet lartë të vazhdojnë prashitjet dhe plerimet suplementare në fasule dhe në misra. Miq, në këtë artë të madhe mbjellë me grur, shquaj edhe lulkuqet, që japin një tjetër nurë kësaj fushë me grur. Shikojeni, nësa duket do t'jetë përdhimi mbarë si vjetë, sepse bashkëtesa e grurit me lulkuqet ka sheku që ndodhë në gjithë planetin. Por unë tani duhet shkoj tek Gjoznako, pra personazhi me sa në thonë. Ej, Gjoz, përshëndetje, mirë dita. Mirë dita, Si jeni mikuim? A jeni mirë? Mirë, ja në bërarat. Në bërala, mes grurit. Me zgrurit. Hej, po këtë që ka një grur vërtet shumë i bukur, shumë i barë. Grur Alda Mura, italian. Altamura, si varietet. Si varietet. Wow, çfarë kallish. Po, Gati me pjekje, ha? po, do. Bazë disa javësh do zverdhet gruri këtu. Do dhe e muaj e ca. Do dhe një muaj e sa. Dhe shri të goxha. Pa shikon, Nga na vjen të 15 dyve në qershor. mes. Po. Mbi 1 metër gruri. Shumë i lartë, shumë i mirë. lartë, shumë i mirë është. Sa hektar ke mbjell në grur si vjet, Gjox? 30 hektar ose 300 dylym. Ose 300 në. Po. Dhe është mbjell, kam përshtypjen nga nëndori. 15-20 tetor Po, që në muajin tetor e keni mbjell. po. Ja tek është tani. është tani. Sa bukur, sa mirë. Është mundi dhe djersa e punës tuaj. Gjox. punës to. Gruri, po jo. Me këtë merremi, jemi në bujqësi. Po, jeni bujqësi, vërtet. Duam bukë për popullin. Shumë mirë thatë, se vërtet gruri Po, është buka. buka e durave tona, është realisht. Po. Dhe në qofë se nuk punoni ju, në bujqësi, pa në qofë se arat, po thënë, e Myzeqes, të fushës së Korçës, Po. të fushës së Shkodrës, nuk do të mbilleshin me grur, atëherë do t'i faleshin vetëm importit. Por fatmirësisht ju punoni, dashur Gjox. Punojmë. Të zanat kemi. Gjoxhi dashur, po flasin për grurin, Po. që do shumë shërbime, se nga ta Po. pak edhe agronomi, edhe sotiri. Do shërbime. Po, me profesion jeni agronom, Gjox. Jo, si jam agronom, po kam një jetë të tërë që merrem me këtë. Që në Jetë të tërë? 78-ën, Që në 78-ën, që punoj me mekanikën dhe merrem me bujqësi. e qartë. Mbill, korr, plugo. I lutem tani më flisni pak për grurin, sepse vërtet për këtë edhe duam flasim. Po, Ju thatë që është varieteti Altamura. Alda Mura, italian. Po, Është më marrë fli në për Itali. shërbimet, që kur e mbjell, e deri kur vit dita e korris. I kemi hedhur 50 kg për dylym superfosfat ose granolar. Pastaj i kemi hedhur 15 kg DAP deri 20 kg. Pastaj i kemi hedhur 2 herë ure nga 15 kg për dylym. Për dënim. Për dylym. Po. Dhe i bie 150 kg hektari. Atëherë, a mund bëni këtu një kosë së dashur me përfërsi, Po, sigurisht. Sa kushton pra një dënim tokë e mbjell me grurin tuaj? Kalon 200 te 250.000 lekë hektari. 250.000 lekë të vjetra hektar. Nga plygimi deri në korri. Deri në korri. Po, sa vjet u bën i dashur Gjox që i mbillin arat me grur, por që janë tuaja tani, jo më si dikur të kooperativës. Sa vjet u bën? Kemi dhe me qerane. Që keni marrë me qera. Po, Pra, sa vjet do të di, punoni si privatik, fermer. në privat. Si fermer. sa Që kur vjet po ishë keni? kooperativat në 92-shin. Po, tani flasim për kallimin e grurit. Po, Më thoni, gruri që ju merrni nga arat tuaja, po, ndoshta përpara se të shkojë në shirje, po them. po. Ka nevojë për analiza, për të kuptuar nëse është gruri mirë, i pastër, Ja bën. sepse ju thatë Ja që kemi bërë në analizë. sepse ju thatë që ushqen edhe me pesticide. Po. Ja bën analizat. Ja bëjmë analizat. Po. Kur është periudha e analizës? Njerës për katet. Njerës për katet, për barishet e këtia, Një spërkatje, po. barishet e egra. Po. Po. Analizat, ku ja bëni? Kallëzës grurit ose grurit? E bën ai që dhe që është i për mjell. Ka gluten, s'ka gluten. Ty del mirë. Po. Toli dhe vjetë shumë mirë. Po. Sa dënim ishe ara këtu? 15 dylym. 15 dënim. Sa grur meni, dashur Gjox? Unë vjetë nuk kam marrë. Nuk e di tani si vjetë. Po. Me 72 era për 2 72 hektari për kuntal. kuntal për hektar. Po, 72 kuntal. Për 1 hektar. Pra 72 kuntal për Për hektar, hektar. për hektar me grur. Me grur. A je kënaqur i dashur Gjox? I kënaqur. E? I kënaqur. Tani ju e dini sepse gjithë ky grur natyrisht
i të kalon nevojat e një familjeje. Po, Atëherë, është më për treg. dashur rruga që përshkron gruri juaj për të shkuar në turezat e familjeve shqiptare, po ndoshta edhe për te kufive tanë. A është pra ky një grur i cilësisë lartë? Për bukë. Vetëm për bukë apo edhe për ndoshta për Për mjellra, për gjëra. E përdorin ndoshta ata Emëlsirave është tjetër. është grur tjetër. Ravat tjetër. Ky grur përdoret vetëm për Bukë. bukë. Bukë, miell për pet, për të dredhur, për tëra. Po për të emëlsira është tjetër. Pra përveç bukës, Bëndë ne bëjmë edhe dhe byrekun. byrekun, po, dhe grur, kur hapin petën zonjat në shtëpitë e tyre. Po. Nuk di këto tjera, pse produktet e tjera të bukës, jo, si mite, çfarë kanë fëmijët, Po, pet, lloj, panine. panine, po, Panine dhe disa lloje bukësh, E nxjerr fabrika atë cilësinë. e qartë. Pra është një grur që garanton cilësinë, Po. pa dhe shijen gjithashtu, ha? Pa është, po. Gruri në arën e femerit Nako, si shihet, është shumë i mbarë, por Gjorgji, si shumë femer dhe bujqë të tjerë, shpreh për kamerën në emisioni Veriug disa shqetësime, për të cilave veçoi atë të tregut diskriminues të shitës së grurit, për shkak se grurin vendas e sfidon dhe mbyt gruri i importit. Se gjoja s'bën gruri jonë është më i mirë nga ai që vjen nga jashtë. Na bllokon neve. Ju bllokon. Hyn lirë ai nga jashtë. Se ti si vetë kosto kaj sa na vetë neve, se i plerat i ka lirë, subvencionimin kam shumë. Po, është edhe ky një nga sekretet. Po, Pra, ai dhe shet lirë. plerat që përdor i ka me çmim më të lirë dhe me subvencione. Te miell Tirana vjet, gjetëm të rallin ardhur nga Serbia. Dhe me 21.000 lekë Itali. Pse? Se ka kosën më të lirë ndaj. Plerat i ka lirë, naftën e ka lirë. Si ta them unë, subvencionar i kam më shtrenjtë subvencionet. Sa marrim ne? 100.000 lekë për hektar, morën vjet. Nuk e dim si vjet që i bën prap letrat. Shikoj. Ajo është prap. Është për t'ju gëzuar ti gruri realisht, ha? Është tërë djerë sa këtu e kam unë. Gjithë vjesë është e vërtetë. Tërë djerë sa këtu është. Pa shikon se si farfurin tani që frynë edhe pak herë. Kamera ju lutem. Shikoni se si farfurin gruri me arat e George Nakos. Dashur Gjoç, këtu ndryshon pamja. Na ke sjellë në një fushë ku shoh kanë birë misrin, Po, apo jo? po. Më flit atëherë. Për Është- misrin tuaj. Tani, ky misër është mbjell 23 mars. Janë afër 20 hektar misër. I këtij lloj. Kemi filluar 20 hektar me misër. me misër. Varieteti i misrit? Turk, i kuqi themi ne. Far turke. Far turke, Misër i kuq, kokër kuq? kokër kuq. Ah, interesant. Po. Edhe Mos tani është fal lutem misër industrial jo është për blektorik, për blektori. për blektori, mjellor. Okej. Është mjellor. Dhe tani sezoni që merremi ne për hedhjen e pleut, që është dore parë, që po hedhim ne tani. Po se e pam. Po. E pam edhe Mbas 20, makinerinë. mbas 20 ditë apo një muaj, se do i bëhet ai spërkate këtij për këto barishet e këqija. Gjoç, më thuaj lutem, kur është mbjell misri? Ky është mbjell 23 mars. 23 mars, po. Është mbjell me ure, 20 kg për dy lym, I plehruar pra me plehruar ure. me ure. Tani po hidhet 20 kg për dy lym, Përsëri me ure? me ure. Pastaj do hidhet 40-50 kg për dy lym. Pra, Dore treti quhet, dore tret, po, e plehrimit. e plehrimit. Edhe këtu mbaron cikli tia. Me qofse gruri korret në fund të majit ose fillim qershorit, Qynë kur tetar, vjen misri? gjysmë shtatorit tetar. Gjysmë shtatorit dhe në tetor. Tetar. Që vjen çik më vonë. Besoj se shkon i lartë besoj edhe misri. Po, i lartë, i lartë. Vete 2 metra. Po, po, Okej. po. Dhe ju tha pra që është misër Turk, turk që shërben për ushqimin e bakterive. baktivet. Mjellor. A dilni fitim me mbjelljen e misrit? Më fitim del me këtë se sa me grurin. Se që vetë edhe 100 kuintal për hektar. Tani, kjo ishte puna e dytë që ju vë bëni sot, pra pjesën e parë ditës ja kushtuat grurit, Grurit. atë ku ishin dhe bashkë, Po.
Tani pjesën e dytë, së bashku me djalin tuaj, Po, apo jo? Fatmiri, Me Fatmirin. Tani po bëni edhe plehrimin e mesrit. Po. Punë tjera që bëni, nëse dita nuk mbaron sot tuk për juve. E merremi me hegrat, me traktorat, Po, se keni mekanikën. Bazë mekanikën në shtëpi, po, pas mekanikë në shtëpi. Aha. Po. Bëjmë kontrollet, bëjmë kombajnat gati për fushat, se a erdhi fushata. Erdhi fushata, Po, me pak, po. 10-15 qeshori fillon, Elbi fillon më shpejt. Po dhe pa hyrë qeshori, korret, dalin kombajnat. Keni mbjellë edhe elb. Kemi mbjell. Bukur. Pak. Mbjell, sa për blektori. Kur vjen fundi vitit, shikoni, Bëhet bilanci. bëhet bilanci. Po. Dhe kam përshtypjen që pavarësisht gruri që është bllokuar, vjet edhe nuk e dim si do të shkojë si vjet, po ka raste ku dilin pozitive besoj me bilancin. Del dhe me humbje. Po del dhe me humbje. Del dhe me humbje. Bujësia këte ka. Ose është shtëpia Paçati, thamë. Shtëpi Paçati? Gjithsesi kam përshtypjen që i gëzoheni, po them, Jo, mirë. prodhimit Mirë, që del nga duart tuaja. mirë. Qoftë gruri, qoftë mistri, qoftë elbi, Po ushqemi. po. Pastaj nuk e di çfarë mbillin tjetër. Çfarë mbillin tjetër i dashur Xhoxh? Jo, këto mbjellim. Këto janë. Këto. Pastaj për nevojat e familjes, zazavate, Po, ato i kemi të shtëpia. shalqin, Shalqi, pjepër, domate, speca, Po, bravo. trangu, të gjitha këto janë brenda po them, patrijan. preventivit, më thoni sa Ato të investimit familjes janë tonë. shtëpisë. Miq, e kemi lënë nga pas fushën e mbjellën e misër të Xhoxh Nakos dhe tani, dërsa ecim drejt rrugës për në qendrën e Libofshës, ndalojmë në një parcel ku një bujk po korr barin. Është punë e ditës edhe kjo në bujqësi, po korr barin se me siguri do të ketë edhe bakti, të cilat do t'i ushqejë me këtë bar që gumullon. Ja ta pyesin. Ej, puna mbar, përshëndetje. Var pash, misere. Mirë. Unë jam Agimi. Unë Raqi Naka, nga Libofsha. Emisioni, faleminderit shumë. Emisioni Veriuk është tani Po. këtë qaste në tokën tuaj, në parcelën tuaj dhe ju gjej duke punuar. Kaqi. Po, E urdo. keni mbjellë me jonë, s'ka? Po, kemi mbjellë tërfil për lopët. Tërfil është kjo. Është tërfil, për jo, lopët, po. jo. Është tërfil. Lopët besoj janë ekonomia e familjes. Lopëm me këto që nga në 90 që unë da lopë, në dhe njëshi, ne fshatëm me këto lopë të mi marë. Bravo. Tani ndima s'kemi, gjera s'kemi, me këto. Kam bërë një loj ligji ata që ka më shumë, i marrin këto parat që gjohë që je bota. Kurse, këta, për shumë, ne që kemi Bujqit e vegjël, pra, që kanë pak tokë, pak bakti. Jo, ne që kemi pak bakti, kemi dalë jashtë loje. Ata bëjnë ta, veti gjohë se japin, veti marrin. Është një lojë kjo. Është një lojë. A që bet. Që ju e ishin kurrizin tuaj këtë lojë. Jo, gjohë që po merë shatari. E kuptoj, po them këtë lojë e hiqni juve në kurriz. Për ne po kumë tërë këta. Po. Se taksat tona ata që, për shumë, jep ndim Evropa, për shumë, që thote për bëj. Po. Kuj baja mu blem pleon, për shumë, janë ngre tia, i më ngre mua, ti më ngre mua, kështu vjetë rada. Edhe zinxhirin, rritë e çmimit, edhe të ushqimit për bakti. Është bërë shumë e vështirë fshati, tosh më be. Më mirë njerëzit po kujton shokun e në verë, se po kur... Po pse atëherë shkone mirë punët? Shiko, atëherë kishe veti kështu të që mi e shatin kasme, një ke punoje dhe bërë normë, a i sa të punojë mirë. Kurse sot ti, a i shtri pas një lojt drejtë ty. A i përshamë, ku që ka këstallën, përshamë me ka bërë atje, ku që bëndë, e bërë një madhi. E se i vogli se bëndë të të. A i merë dhe këto letë ki gjojë që japë, opim blesa. Ati jepet dima, ati jepet subvencion. Po i takone se ka bërë ligjën e... Atëherë, ju lutem një pyetje tani. Sa to keni juve? Unë këtu kam bjellë tërfil 3 dylim të tërfil. Unë kam këtu në fush, kam gati 14 dylim.
14 dynem, po. Të fushë. Të marrë me 7.501. Pa, me ata, se ishin kooperative, ishin punëto kooperative, këtu punonim, me të dërmishin ata kontet mishim tokën, ai tokë. E mbjell thot juve me tërfil? Kam mbjell tërfil tu, kam mbjell jonç, kam mbjell grur, kam mbjell misër. Biles kam marrë me qera tjetër, se jo vetëm Grur tokë. dhe misër për nevojët e familjes, besoj. Apo dhe mund të tregtoni dot. Po kam marrë çik tokë tjetër me qera, për shembull, po blektori më shumë, aq ngel mund ta shesin, po është pa vlerë misri. Më shumë del shpenzimi se sa del ajo, me qenë, nuk del asnjë. Se mos traktori, drejt traktori, për shembull, ai jo që thotë ju po merr naftën, po japim naftën thotë. Traktori lek tani nga fondi. Për nesër, po drejt çfarë do të bëj? Ti e ngjet dylimin me 15.000 lekë. E frazon me 13. E blen farën me ulta që mora unë me 7.000 lekë, me ulta, me dobda, se kam me 10, me 15. Tani, plera, ato freza që të bëj, ka që bërë gjolë që takove tje, to vjen vetëm mi për traktorisëm, thjesht. Ata mbasën, në njerëzit të ikin të rinë, nuk ka të rinë me, unë jam 60 vjeqë. Moshim, 60 vjeqë, s'ka me këtu, merë të rinë, pse s'ka lever ti. E dashur ju uroj shëndet mi gjitha? Dhe unë ju uroj punë mbarë dhe gëzohemi që faleminderit shumë. Ky vend mori fund. Nuk kam me u shkatrua. Që të ikim brezi me i mirë i rinis, të ikin jashtë. Dhe më do një mik gjesh një punë, kjo nuk ka. Shpresa vdesë fundit miku im. Mirë, ajo diskuto. Uroj gjithë të mirat atë. Po. Shkojmë tani tek shko. Ajo makineri e vogël. Mirë, shko. Zonja e parë. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje, punë mbarë. Si quheni? Edlira Nak. Edlira takzoni dhe punë të mbarë. Faleminderit. I mësuam gjithçka nga zotëria juaj, edhe një herë pra, qofshi mirë familjarisht. Nuk e kam takuar, po të fala dhe vazhdësuar që tani punon si infermier në Gjermani. Gjithë mirat, ju përshëndes. Raxhi, miru pafshim. Miru pafshim. Familja Nako për vitesh ka investuar 10.000 euro për të mësën qindra mijë për bleri makinerish bujësore, traktor, kombajnat të fuqishme, korrëse dhe shirëse misri, e tjerë. Hej, i dashur Gjogjë, Po, një park makinerish bujësore po, të familjes suaj. po. E mos gaboj ky ishte traktori që ne e gjetëm në arë, Duke hedhur ple. që ishte prerun për misrin. Po. Po kjo kombajn e madhe, shumë e madhe, dhe duket e re, Gjogjë, E 2017 e 2017-ës. Po. E keni blerë këtu apo jashtë shtetit? në Itali. Më të rego atëre pra, ka kushtuar shumë besoj. Po, vali, 110.000 euro. 110.000 euro. Po. Çfarë investimi, Gjogjë? Çfarë investimi? Me djers. Sigurisht me djerës. Me djers. Dhe juve tha që keni mbjellë shumë si vjetë, përsëri, grur, misër, ku do të thyj kombajna juaj. Po. Po kam përshtypjen që mund të ndihmoni edhe fqinjet, Po, ose edhe miqtë tuaj, punojmë dhe për për të. korrjen e grurit dhe misrit, Punojmë dhe në përfshatarët. të fshatarët, bravo. Kjo pra kryen korrjen e grurit, Grur, misër. të misrit. Po. Okej. Një tjetër, po them zëtor, quhet ai Fen 140 kuj fuqi. edhe një, 140 kuj fuqi. është traktor. Traktor për plyk frez. Po, okej. Makineri bujësore them që keni investuar mjaft. Po, po. Prandaj edhe keni të drejtë të prisni Është kombajna tjetër më ta. të prisni prodhim të madh. Po, keni edhe kombajn tjetër përveç saj të res. Veç saj. Po da jo e resht. Miku im, ti gëzoni të gjitha, Falenderit. ti punoni mirë, me shëndet, për t'i marrë sa më shumë prodhim arave tuaja, grurit tuaj që ka probleme realisht me importin sistem, Po. misrin gjithashtu të shërben përveç se për t'ju thënë baktive, ishte misër farkuq thatë juve, Po. por mund të shërbej si silazh edhe për baktin. Edhe pa për ti. Bënë dhe silazh. Ju përshëndet shumë i dashur. Qo gjime është boti spërkatjes. Boti i spërkatjes. Po. Për barishtet e... Bravo. Barishtet e egra. Për barishtet e egra, aty në arën me misër i pam, misër, me grur, edhe të gruri, po. bravo. Si që pe grurin atje. Ky është. Ky miq ishte reportazhi për ditën e sotme, i realizuar këtu pra në fushat e Mezeqes, në Libofsh. Personazhi i reportazhit ja tek është.
George Nako, i cili na dërgoi fillimisht tek arat me grur, pastaj kaluan tek arat e mbjellë me misër, ndërsa në fund, si qershia mbi tort, ishin makineritë bujqësore ose ky park makinerish bujqësore, i ndërtuar i gjithi me djeshtën e George-it, të zonjës të tij dhe të fëmijëve të tij. E ku ka më mirë se kaq? George Nako, një model shumë i mirë në fshat. Kanë kontribuar edhe nuset. Po, sigurisht, kanë kontribuar të George edhe zonjat, edhe nuset. Qoftë George, qoftë edhe nuset e çunave. I dashur George, ju uroj mbarësi. Shumë faleminderit. Kur të vi fundi vitit dhe bëni bilancin, të dilni pozitivisht, dhe jo me humbje. Ktheu me gjithë zemër. Po, faleminderit. Atëherë, unë tani po e fantazoj javën e korrjes së grurit. Ndoshta do të jetë një rast e mirë për ne të vim, të shohim se si e korrni grurin ju me këto kombajna që tashmë i keni në dispozicion. Korret misri dhe kur korret gruri. Edhe kur korret gruri, edhe kur korret misri. Ju falenderoj shumë për mikpritjen dhe ju vaftë mbarë dashur. Faleminderit. Drekë të mirë. Faleminderit.